Ka familje në Kosovë që nuk kanë as varë ku me shku, por kanë vetëm pritje. Të zhdukurit nga lufta e Kosovës janë ata njerëz që dolën prej shtëpisë një ditë dhe nuk u kthyen më kurrë. Janë prindër që nuk e panë fëmijën me u rrit. Janë fëmijë që u rritën pa e ditë ku e kanë babën. Dhimbja e familjarëve të tyre është ndryshe, sepse nuk ka fund, nuk ka konfirmim, nuk ka mbyllje. Ka vetëm një pyetje që përsëritet çdo ditë. Ku është? Në Kosovë, shumë nëna e mbajnë derën hapur më gjatë se duhet. Çdo telefonat e marrin në zemër në fyt. Çdo lajm për gjetje mbetjesh e presin me frikë dhe shpresë njëkohësisht. Sepse për ta, edhe lajmi më i rënd është më i lehtë se mosdia. Të jetosh me idenë se ndoshta është gjallë, të jetosh me frikën se ndoshta nuk është. Kjo është një gjendje që nuk mbaron kurrë. Ne flasim për përfundim lufte, por për familjet e të zhdukurve, lufta nuk ka përfunduar. Ajo vazhdon në çdo përvjetor, në çdo tryezë ku mungon një karrige, në çdo dokument ku shkruan i zhdukur. Drejtësia për ta nuk është vetëm çështje politike, është çështje njerëzore. Është e drejta minimale për me ditë ku prehet njeriu yt, sepse askush nuk duhet më u zhduk pa gjurmë, as në histori, as në tokë. Dhe derisa familjet të kenë përgjigje, kjo plagë mbetet e hapur.